Të nderuar televizionistë, përshëndetje. Unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama mbajti konferencën e fundit për vitin 2025, ku bëri një përmbledhje të punës së qeverisë gjatë vitit që po mbyllet. Ai theksoi performancë ekonomike me një rritje prej 3.9% dhe prezantoi planet për rritjen e pagave dhe pensioneve për 2026. Rama komentoi gjithashtu akuzat e opozitës dhe rolin e SPAK-ut, duke nënvizuar se ky institucion nuk është opozitë e qeverisë. Për rreth 3 orë, kryeministri Edi Rama qëndroi përballë gazetarëve në konferencën e fundvitit duke bërë një bilanc të veprimtarisë së qeverisë gjatë vitit 2025. Kreu i qeverisë u ndal te ekonomia, investimet, politika fiskale, por edhe te akuzat e opozitës ndaj tij dhe institucioneve të drejtësisë. Rama theksoi se viti 2025 ishte ndër vitet më të mira për ekonominë e vendit me një rritje të parashikuar prej 3.9%, rritje të investimeve të huaja dhe shtim të bizneseve të reja. Ai njoftoi se paga minimale do të shkojë në 500 euro dhe se në vitin 2026 do të vijojë rritja e pagave dhe pensioneve për te indeksimit. Në lidhje me SPAK-un, kryeministri u shpreh se ky institucion ka pasur dhe do të vazhdojë të ketë mbështetjen e qeverisë, duke theksuar se nuk duhet parë si opozitë. SPAK-u nuk është opozita e qeverisë. SPAK-u është një institucion i ri, i krijuar fal vullnetit të kësaj force qeverisë, i mbështetur nga kjo forcë qeverisë, i garantuar nga kjo forcë qeverisë në sensin që të tjerë janë betuar dhe stërbetuar që do ta shkrinin, por nuk e shkrin dot sepse votat i kemi ne. Në këtë sens i garantuar. Dhe është një institucion i cili bën punën e vet, si të gjitha institucionet e tjera. Kështu që nuk është opozitë e qeverisë. Por depresioni i thellë në cilin ndodhet opozita e qeverisë, që është opozita politike, bën që puna e SPAK-ut të jetë vetmja pikë referimi e opozitës depresive për të goditur qeverinë. Kryeministri u përgjigj edhe pyetjeve për çështjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke e cilësuar vendimin për pezullimin e saj si skandaloz dhe të paprecedent. Ai tha se raste të tilla nuk gjenden në asnjë vend tjetër dhe se procesi është keq trajtuar. Këshilli i mandateve është një zyrë noterie, është një quasi gjykat, quhet. Dhe parlamenti nuk noterizon kërkesat që vijnë. I merr, i shef. Më ka provokuar që ditën e parë. Po të isha unë këshillin e mandateve, do t'i thosha atyre që erdhën, çoni, ikni dhe ktheuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë, për deputetët. Nuk mund vini këtu me 16.000 faqe që i quheni prova. Janë 16.000 faqe ku janë futur brenda kontrata, studime, ndonë arkivi i ministrisë futur brenda. Megjithatë, ai pranoi se mbeten problematika, veçanërisht në sistemin e paraburgimit, për të cilën paralajmëroi ndërhyrje ligjore në drejtësi. Unë nuk mund të jem kryeministri i një vendi ku ka më shumë të paraburgosur se sa të dënuar dhe të rri pa folur. Për paraburgimin njëherë, sigurisht që ka nevojë për ndërhyrje. Si, shifin ato që thotë Këshilli i Evropës. Rama foli dhe për Erion Veliajn, ku tha se Kryebashkia e Kuj Tiranës mbahet në paraburgim pa gjyq. Por natyrisht ne duhet bëjmë pjesën tonë. Ne do bëjmë pjesën tonë, ata do bëjmë pjesën e tyre, tenxhere do bëjmë pjesën e vet, edhe të gjithë do përgjigjen për secilën pjesë. Që t'i jepnim Tiranës si kryetar bashkie. Nuk funksionoi sepse gjykata kushtetuese tha kryetari i bashkisë ka Tirana. Në rregull, e ka Tirana, po ku e ka? Pa nxjerrin pra ta çojnë atje. Vazhdoi detyrën, pastaj nëse gjendet i fajshëm, shkoi të bëj dënimin. Gjatë fjalës së tij, Rama deklaroi se mbrojtja tashmë ka hyrë në një fazë të re, duke cilësuar vitin 2025 si vitin e rilindjes së forcës ushtarake dhe të hedhjes së themeleve për industrinë shqiptare të mbrojtjes. Ky vit që hyn na gjen me një sistem raketor Javelin që e kemi tani më këtu në Shqipëri, fal bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara, na gjen me 3 anije patrulluese që i kemi dhurat nga si mot rajon Italia, na gjen me radar të vëshkimit ajror fal bashkëpunimit me Francën. Ambicia kryesore është Shqipëria një vend prodhues kapacitete ushtarake që të jo vetëm t'i përdor këto kapacitete për nevojat e veta, por dhe të eksportoj kapacitete industriale ushtarake. I pyetur për protestat e opozitës dhe kërkesat për dorëheqjen e tij, Rama hodhi poshtë kategorikisht, duke theksuar se opozita e ka mbyllur vitin me protesta, ndërsa qeveria me punë dhe rezultate konkrete.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë Rama se gjatë vitit 2025 ka vjedhur më shumë se kurrë qytetarët shqiptar dhe ka shkatëruar institucionet demokratike. Ai sulmoi kryeministrin për mbrojtjen e Belinda Ballukut dhe përdorimin e akshit për përfitime personale dhe ndikim mbi kadastrën. Berisha premtoi se Partia Demokratike do të punojë gjatë vitit 2026 për rrëzimin e qeverisë dhe zgjedhje të reja. Në konferencën e fundit për këtë vit, Sali Berisha deklaroi se viti 2025 shënoi nivelin më të lartë të vjedhjeve dhe shkeljeve nga qeveria Rama në 35 vitet e fundit. Viti 2025 ishte një vit në të cilin qytetarë shqiptar u vodhen më shumë se kur në 35 vite, më shumë se kur në tërë ekzistencën e tyre. Këtë vit shpërthyer në të katëran ujërat e zeza të regjimit mafioz të Edi Ramës. Kryetari i Partisë Demokratike kritikoi veprimet e kryeministrit në lidhje me zëvendës kryeministren Belinda Balluku, duke e cilësuar si një provokacion të ulët ndaj qytetarëve që kanë paguar taksat e tyre. Në një vendim antikushtetues, antiligjor, në një provokacion të ulët për çdo shqiptar që ka paguar taksat e tij dhe janë vjedhur nga Lubi Balluku dhe Edi Rama, një provokacion të pandëgjuar ndonjëherë, bllokoi kërkesat e prokurorisë me gjykatës të padenj për të cilët shkelmojnë kushtetutën një lloj sikur të ishte një organizatë Partisë Socialiste, e Partisë Krimit. Një pjesë e rëndësishme e akuzave lidhet me përdorimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve dhe Informacionit, Akshi. Afera e Akshit është afera më multidimensionale që ka shpërthyer ndonjëherë. Te kryebanditi Ergjys Agasi, koordinatori privat i Edi Ramës, faleshi, ministra janë të regjistruar, zyrtarët më të lartë të shtetit, disa gjykatës, disa skapist. Berisha tha se përmes saj, Rama ka përvetësuar shuma të mëdha parash dhe ka ushtruar ndikim të palishëm mbi institucionet, duke përfshirë dhe kadastrën e vendit. Edi Rama, prej pothuaj një viti, ka bllokuar kadastrën nga çdo lloj kontrolli, e ndaluar, forbidden. Dhe për të bllokuar kadastrën nga çdo lloj kontrolli, Edi Rama ka përdor jo vetëm urdhrin ndaj atyre punojësve, por Edi Rama ka dërguar këshilltarët e tij bandit për të kërcënuar në mënyrë mafioze drejtues institucionesh që kanë për detyrë kontrollin në emër të shtetit shqiptar. Çka tregon se rumi i vërtet i kadastrës është Edi Rama me Ergjys Agasin dhe bandën e tij. Duke mbyllur konferencën për vitin 2025, Sali Berisha premtoi se Partia Demokratike do të angazhohet gjatë vitit të ri për rrëzimin e regjimit aktual, vendosjen e një qeverie teknike dhe organizimin e zgjedhjeve të reja. Rrëzimin e këtij regjimi, qeverinë teknike, zgjedhje të reja. Berisha bëri dhe një paralajmërim për kryeministrin Rama. Dhe unë i them Edi Ramës, prite zemrimin popullor të garantoj se shumë shpejt do të bjeri mbi ty. Këshilli i mandateve nuk arriti të shqyrtoi kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku për shkak të mungesës së anëtarëve të Partisë Socialiste dhe kryetarit të kuvendit. Opozita kërkoi që kryetari Niko Peleshi të mos pengojë procesin dhe të lejojë shqyrtimin ligjor të kërkesës. Ndërkohë, mbledhja e radhës është parashikuar me 6 janar pasi të përfundojnë 3 javë nga paraqitja e kërkesës së SPAK. 5 anëtarët e opozitës në Këshillin e Mandateve u paraqitën këtë të martë në kryesinë e kuvendit për të zhvilluar mbledhjen e thirrur nga vetë ata që synojnë shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Megjithatë, mbledhja dështoi për shkak të mungesës së anëtarëve të Partisë Socialiste dhe të kryetarit të kuvendit Niko Peleshi, duke lënë pa përgjigje kërkesën e prokurorisë së posaçme. Opozita përmes një deklarate të bardhit apeloi që kryetari të mos pengojë drejtësinë dhe të informojë rendin e ditës si dhe lojën e si dhe të lejoj pjesëmarrjen e prokurorit dhe të pandehurës në shqyrtim. Akti i mazhorancës në kuvend është një akt i paprecedent, nuk ka ndodhur kurrë që të vonohet shqyrtimi i kërkesës nga Këshilli 2 javë me pretendimin absurd se e pandehura ka kërkuar 3 javë për të mbrojtur. E pandehura, kam thënë edhe herës shkuar, mund të kërkojë edhe 3 muaj, mund të kërkojë edhe 3 vite, sepse po kërkohet dërgimi i saj në burg. Dhe çdo njeri ndaj cilit kërkohet arresti me burg, tenton ta shtyjë dhe ta zvarris këtë
këtë proces sa të mundet. Ai e konsideroi të paprecedent pretendimin se Balluku kishte kërkuar 3 javë për të përgatitur mbrojtjen dhe shprehu keqardhje që për kryetarin e kuvendit dhe antarët e mazhorancës ka prevaluar kërkesa e Ballukut mbi ato të prokurorisë. Ka kërkuar heqjen e imunitetit zonjës Balluku, me sa duket pasi kthyen zyrën e kryeministit në zyrë avokatie, po kthejnë edhe zyrat e kuvendit në zyrë avokatie për Belinda Ballukun. Dhe apeli im sot shkon dhe një herë për kryetarin e kuvendit që të mos pengoj drejtësinë dhe të njoftoj rendin e ditës, njoftoj të pandeurën, njoftoj prokurinë e posaçme. Mbledhja e radhës është parashikuar të mbahet në 6 janar në orën 11, kur do të jenë mbushur 3 javë nga dorëzimi i kërkesës. Ndërkohë, Partia Socialiste ka njoftuar se do të pres vendimin e gjykatës kushtetuese me 22 janar për të shprehur për imunitetin e Ballukut, ndërsa kuvendi prej 15 vjetorit ndodhet me pushime. Situata pasqyron tensione mes mazhorancës dhe opozitës me shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë së posaçme për zyrtar të lartë të qeverisë. Pas 5 ditësh mungesë uji, qyteti i Vlorës ka rifituar furnizimin me ujë të pishëm. Riparimi i dëmtimeve në rrjet u realizua gjatë natës nga ekspertët e ujësjellësit, ndërsa depot e qytetit u mbushën plotësisht. Autoritetet paralajmërojnë qytetarët që mos përdorin ujin për konsum dhe gatim gjatë 2 ditëve në vijim. Banorët e Vlorës kanë marrë lajmin e mirë këtë të martë pasi furnizimi me ujë të pishëm është rikthyer në qytet pas 5 ditësh mungesë. Pajisjet e nevojshme për riparimin e dëmtimit të tubacionit mbërritën nga Stambolli, ndërsa ekspertët e ujësjellësit punuan gjatë gjithë natës për të rikthyer funksionalitetin e rrjetit dhe për të mbushur depot e qytetit. Rikthimi i furnizimit ka lejuar që bizneset të rinisin aktivitetin normal, duke sjellë një frym të re në jetën e përditshme të qytetit bregdetar. Megjithatë, autoritetet kanë këshilluar qytetarët që të mos përdorin ujin për konsum dhe gatim për 2 ditët e para, por për të siguruar që uji të jetë plotësisht i pastër dhe i sigurt. Zona e Lungomarës apo zona e Bregdetit furnizohet aktualisht me ujë. Për zonën e qytetit furnizimi do të jetë me sistem shpërndarje, mbasi të furnizohet dhe të mbushet e gjithë depozitat e depove të qytetit, do filloj shpërndarja e ujit rreth orës 17 të kësaj mbasdite. Mungesa e ujit pati pasoja të dukshme për qytetarët, të cilët reaguan me protesta para bashkisë dhe në rrugë, duke tërhequr vëmendjen e autoriteteve për zgjidhjen e shpejtë të situatës. Ky episod ka nxjerrë në parë rëndësinë e mirëmbajtjes dhe investimeve në infrastrukturën e ujësjellësit për të parandaluar situata të ngjashme në të ardhmen. Eduard Kaloshi, hetuesi i strukturës së posaçme antikorrupsion dhe BKH-s, përfundoi programin e specializimit në Akademinë Kombëtare të FBI-s. Ambasada Amerikane në Tiranë ka cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin mes SBA-s dhe Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit. Eksperienca e fituar pritet të përdoret në hetimet avancuara të SPAK në vend. Hetuesi shqiptar Eduard Kaloshi ka diplomuar këtë muaj në Akademinë Kombëtare të FBI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një institucion i njohur botërisht për trajnimin e strukturave të zbatimit të ligjit. Kaloshi ka përfunduar me sukses programin e specializuar duke marrë njohuri dhe aftësi të avancuara në teknikat hetimore dhe inteligjencën operative. Diplomimi i tij është bërë publik nga Ambasada Amerikane në Tiranë, e cila theksoi se kjo arritje përbën një shembull të bashkëpunimit të vazhdueshëm me Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas ambasadës, oficerët shqiptar që përfshihen në këto programe elitare janë ndër më të përkushtuarit dhe përvoja e fituar do të aplikohet drejt për drejt në hetimet që zhvillon SPAK. Ekspertiza e Kaloshit pritet të fuqizojë më tej kapacitetet hetimore të institucionit, duke sjellë teknika dhe standarde ndërkombëtare në hetimin e veprave të korrupsionit dhe krimit të organizuar në vend. Ky diplomim shihet si një vlerë shtuar për SPAK dhe një sinjal i qartë për përpjekjet e Shqipërisë për të përmirësuar sistemin e drejtësisë dhe për të ndjekur modelin e institucioneve më të avancuara ligjzbatuese në botë. Prokuroria e Shkodrës ka sekuestruar pasuritë e Brigeno Binoshaj dhe familjarëve të tij, duke përfshirë automjete dhe llogari bankare. Sekuestrimi u krye pas dyshimeve për mungesë justifikimi të burimeve financiare dhe lidhje me krimin e organizuar. Autoritetet synojnë parandalimin e trafikut të drogës dhe korrupsionit përmes këtyre masave parandaluese.
Prokuroria e Shkodrës ka marrë vendimin për të sekuestruar pasuritë e shtetasit Brigeno Binoshaj dhe familjarëve të tij pas dyshimit se burimet e tyre financiare nuk justifikojnë pasuritë e grumbulluara. Sekuestrimi përfshin 3 automjete, 3 motorë dhe të gjitha llogaritë bankare në emër të Binoshaj dhe të afërmëve të tij, me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimin e lëndëve narkotike dhe korrupsionit. Brigeno Binoshaj është i njohur për autoritetet pasi ka pasur dënimet më parë nga autoritetet franceze për trafikim të lëndëve narkotike. Pas hetimeve intensive të kryera nga Prokuroria e Shkodrës, u ngritën dyshime të forta se ai dhe familjarët mund të kenë përvetësuar pasuri të pajustifikueshme në mënyrë të palishme. Gjykata e Shkodrës ka aprovuar kërkesën e prokurorisë. Gjykata e Shkodrës ka aprovuar kërkesën e prokurorisë për sekuestrimin e pasurive, duke e bazuar në argumentin se automjetet, motorri dhe llogaritë bankare nuk korrespondojnë me të ardhurat e lishme të individëve në fjalë. Autoritetet theksojnë se këto masa janë pjesë e strategjisë për të goditur pasuritë, krimit të organizuar dhe për të parandaluar veprimtaritë kriminale në të ardhmen. Bashkimi Evropian i bëri thirrje qeverisë së re të Kosovës të dyfishojë përpjekjet për reformën që lidhet me integrimin evropian. BE-ja pret formimin e shpejtë të parlamentit dhe qeverisë së re pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Përfaqësuesit e lartë të BE-s nënvizuan se pjesëmarrja aktive e komuniteteve dhe partive është një sinjal i përkushtimit ndaj demokracisë. Pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të së dielës, Bashkimi Evropian reagoi duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të procesit demokratik dhe zhbllokimit të situatës politike në Kosovë. Përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme të sigurisë, Kaja Kallas, komisionerja për zgjerim Marta Kosk, kërkuan që qeveria e re të dyfishojë përpjekjet për reformat që lidhen me integrimin evropian dhe ratifikimin e marrëveshjes të parashikuara në planin e rritjes së BE-s në mënyrë që Kosova të përfitojë nga instrumentet dhe mundësitë që ofron ky plan. Jo deklarate përbashkët, Kallas dhe Kosën vizuan se procesi zgjedhor i së dielës ishte në përputhje me përmbarimet demokratike dhe vlerësuan pjesëmarrjen aktive në të gjitha komuniteteve dhe partive politike. Misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve i dërguara nga BE-ja do të vazhdojë të monitorojë zhvillimet pas zgjedhjeve për të siguruar një kalim të qetë dhe të lishëm drejt formimit të institucioneve të reja. Bashkimi Evropian gjithashtu kërkon nga Parlamenti i Kosovës që sapo të konstituohet të ratifikojë marrëveshjet e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, një instrument i miratuar për periudhën 2024-2027 që ofron mundësi konkrete për zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e standardit të jetesës për qytetarët. Në këtë kontekst, është ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë, Rainer Rudolf, premtoi bashkëpunim me institucionet e reja dhe përgëzoi Kosovën për organizimin e zgjedhjeve. BE-ja dhe partnerët ndërkombëtar presin që formimi i qeverisë së re të sjellë stabilitet dhe përparim duke lehtësuar rrugën drejt reformave dhe integrimit evropian dhe duke shmangur bllokadën politike që ka prekur vendin gjatë vitit 2025. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e modës. Territori shqiptar për datën 31 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të qëndrueshme, duke sjellë mod kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me mod të kthjellët dhe temperatura të ulëta, sidomos në zonat malore, ndërsa pasditja vijon me diell në shumicën e territorit dhe vranësira të pakta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -7 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell në pjesën më të madhe të vendit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 31 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 31 dhjetor do të jetë rreth orës 7:07 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, -1 deri në 4 gradë Celsius. Kukës, -5 deri në -1 gradë Celsius. Peshkopi, -7 deri në 0 gradë Celsius. Tiranë, 1 deri në 7 gradë Celsius. Durrës, 1 deri në 7 gradë Celsius. Kavaj, -1 deri në 7 gradë Celsius.
Elbasan 0 deri në 5 gradë Celsius. Berat -1 deri në 7 gradë Celsius. Korç -7 deri në -1 gradë Celsius. Vlorë 1 deri në 8 gradë Celsius. Gjirokastër -2 deri në 6 gradë Celsius. Sarand 3 deri në 10 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 31 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore shumë të ftohta, por të qëndrueshme duke sjellë mod kryesisht të kthjellët në shumicën e qyteteve. Paraditja do të jetë me ngrica dhe temperatura shumë të ulëta, ndërsa pasditja sjell intervale me diell dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 0 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 31 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 31 dhjetor do të jetë rreth orës 7:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -7 deri në -2 gradë Celsius. Podujev -9 deri në -1 gradë Celsius. Skënderaj -7 deri në -1 gradë Celsius. Pej -6 deri në 0 gradë Celsius. Prishtinë -7 deri në -1 gradë Celsius. Gjakov -6 deri në 0 gradë Celsius. Malishev -7 deri në 0 gradë Celsius. Gjilan -7 deri në -1 gradë Celsius. Ferizaj -7 deri në 0 gradë Celsius. Kaçanik -7 deri në -1 gradë Celsius. Suhare -6 deri në 0 gradë Celsius. Prizren -6 deri në 0 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë informacione mund të klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë më takofshim në edicionin e ardhshëm.